ushtarakët që kanë qenë në ushtrinë shqiptare. E disa janë akoma, por 70% të tyre janë pa punë. Janë moshën më të vjetër e kanë 55 vjeç. 2 general, nuk po i them emra dashur bashkëdhetar shqiptar. Nën kolonel, nën kolonel, major, kolonel, major, kapiten, major, drejtori i zbulimit, nën kolonel, major, kolonel, kapiten, major, kolonel. Ti lexoj gjitha dashur shqiptar, janë 72 veta. Këta do të jenë drejtorat e policive të rretheve, sepse kanë eksperiencën e tyre ushtarake. Këta kanë bërë shkollën mbas 90-s. Janë specialista, janë të aftë, dinë se si do sillen me policinë. Policia nuk do heqë dashur bashkëdhetar. Ne do heqim 20% të policisë që ndodhet sot. Ata janë ata që i kanë vjedhur policat. Janë ata që kanë qenë komandantë e tyre, shefat e tyre që keni nxjerrë një fjalë shef, e mirën nga rruga, çoban, të nesër gëdhisje shef në Vlorë, në Shkodër, Gjirokastër, në Tiranë, i bënin shef. Ata ishin vetëm për të vjedhur, vetëm që të vithin natë e ditë shqiptarët. Pra nuk dohet më ashtu, ata do hiqen. Kurse policia të dashur bashkëdhetar dohet si policia eksakt si në Amerikë, veshje moderne. Rroga me ulët do të jetë $1.200 më 2 javë.